Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit, do bëjmë leximin e radhës. Para se të fillojmë, duhet ju them që kam qenë e munguar nga që jam operuar prap edhe një herë në shpinë, kam probleme me shpinë dhe leximin e juaj të dashur Demër e kam quajtur tregimin mbylljes së vitit. Çfarë duhet të bëjmë, çfarë duhet të marrim, çfarë duhet të lëmë. Ky lexim fillon në fakt me diellin, për Demin, shikoni, për Demin viti që po mbyllet, po sjell apo duhet të mendoni qartësinë, që mos të futeni në vit pa menduar apo pa analizuar gjërat, çfarë më tutje. Që mos të jemi në dilemë apo të futemi në vitin e ri me dilema të dashur. Po sjell qartësi, gëzim kogja dhe kogja ndriçim. Ke pasur periudha ku e ke parë veten më të fortë diku, ndoshta pak më të dobët diku tjetër, por kjo letër sjell dhe siguri të lidh me atë që vërtet ka vlerë për ty, dhe kjo dritë e diellit nuk ka qenë apo nuk është vetëm dhuratë, ka qenë dhe një lloj prove për ju, sepse kur gjithçka ndriçohet, nuk mund të fshihesh më pas arsyetimeve. Kjo mund të jetë thjesht një mesazh për ju të dashur Demër, që ka ardhur koha të shikoni gjërat qartë dhe të mos fshihemi pas gjërave që na kanë mbajtur peng gjithë këtë vit. Të jemi të qartë vërtet me veten tonë. Kjo dritë të çon drejt 5 të shkurpive. Sa po e ke parë qartë, shikoni këtu, sa po e ke parë qartë çfarë dëshiron, kanë nisur përplasjet. Me veten e juaj, me dikë tjetër, jo do mosdoshmërisht me të tjerët, pra, por brenda vetes, mes asaj që të bën të ndihesh rehat dhe asaj që të shtyn të rritesh. Ky vit të ka vënë në situata ku ke dashur paqe, por ke arritur vetëm të marrësh konflikte. Dhe kjo ka qenë e nevojshme, pra, sepse pa këtë përplasje nuk do të kuptoje se ku po e shpenzon energjinë tënde. Kjo do të thotë, nuk do të thotë vetëm këtë që po e them, nga që është në lexim në përgjithësi, mund të marr thjesht ca shembuj që, si për shembull, kur vendos, kur ndriçohesh, kur shikon çfarë ka vlerë për ty, kjo mund të jetë një përplasje me dikë tjetër. Nuk është ashtu, nuk bën, nuk e kemi tradit, nuk është e drejtë, apo me veten tate. Pse arrita deri këtu? Që tani po shikoj gjëra qartë dhe përplasja me veten tënde. Pse bëra kështu? Pse bëra në këtë mënyrë? Pra, në këtë tension lind letra Diana, që ka emrin si mua, dhe të dashur shkoje është hëna. Pas zhurmës dhe përplasjes të dashur Demër, vjen dhe ajo pasiguria, ndriçim, pastaj konflikt me veten apo me të tjerët, dhe vjen pasiguria, dyshimet, ndjenjet të paqarta, çfarë të bëj, si është e drejtë kjo, që flet për mendja apo mendjen e vënë në pikpyetje. Demi ke mësuar kogja këtë vit se jo çdo gjë zgjidhet me logjik ose apo stabilitet. Disa gjëra kërkojnë besim, ndjesia jote e mbrëmshme, edhe kur rruga nuk është plotësisht e ndriçuar siç është kjo hënë. Dhe gjithë kjo të çon në zemrën e leximit, pra në tradicionin. Këtu është mësimi i madh i vitit. Pyetja nuk është më çfarë do mbash, por çfarë po mban, vetëm sepse kështu e ke bërë gjithmonë. Do thot, një gjë mësuar, mësuar të vuash, mësuar të durosh, të tolerosh, të pranosh, të falësh. Mund të jesh 1 milion gjëra këtu të dashur Demër, por çfarëdo që të jetë, sigur mësohet njeriu dhe më të keqen, fatkeqësisht mësohet dhe më të keqen. Pra, tradita, zakonet, besnikërit e vjetra, disa janë shtylla absolutisht, por disa janë zinxhir për ne. Pra, viti që vjen të kërkon të dallosh njërin nga tjetra. Mesazhi që mund t'ju jap të dashur para se të bëjmë leximin e vitit që po vjen,
Viti i ri nuk të kërkon të ndryshosh gjithçka. Demi. Të kërkon të mos mbash më atë që s'është zgjedhja jote, s'është e dukura, s'është e drejta, apo është vetëm barë për ju.